Jemi në prag të festave të nëntorit, një atmosferë festive, si çdo vit edhe këtë herë është shënuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York. Unë kam në lidhje të drejt për drejt Marko Kepi, aktivist, por dhe një prej themeluesve të organizatës Albanian Roots. Marko, përshëndetje, mirë se vjen aty CNN. Përshëndetje, mirë si gjej. Dhe në mos gaboj, në datën 22 nëntor, është krijuar një atmosferë vërtet festive edhe në Times Square në New York. Çfarë konkretisht, çfarë ka ndodhur atje? Po, me 22 nëntor bëmë një paradë ose parakalim makinash me flamuj shqiptar për të festuar edhe ditën e alfabetit shqiptar, edhe ditën e pavarësisë të Shqipërisë që po na vjen, po gjithashtu kemi shpall edhe bashkëpunimin përmjet shoqatës tonë rënje shqiptare me komunitetin shqiptar dhe ekipit New York Yankees në baseball që me 19 maj do i dedikoj një ndeshje komunitetit shqiptar. Dhe parada ka ndodhur në 22 nëntor, ndërkaq për sa i përket ditëve të festave në 28 dhe 29, keni parashikuar diçka? Po, kemi shumë festa këtu në komunitetin shqiptar në New York. Të premten jemi tek shoqata Struga në New Jersey, që dhe ato bëjnë ngritjen e flamurit, bëjnë festën për pavarësinë e Shqipërisë. Dhe të nesërmen të shtunën jemi tek shoqata Vatra, ku do marri pjesë te Princi Leka nga Shqipëria. Pra, gjithë javën kemi aktivitete për pavarësinë e Shqipërisë nga shoqata të ndryshme. E qartë, dhe në pamje, në këto momente po shohim edhe një pjesë nga parada, Marko. Janë shqiptar të gjithë ata të cilët janë bërë pjesë e saj? Si është organizuar, si si komunikuat, si ndodhi gjithë ky organizim? Këto makina luksoze të shtrenjta. Paradën e parë, gjithë janë shqiptar, paradën e parë kemi bërë në 2008 me makina dhe çdo vit kemi bërë herë në Staten Island, herë në Brooklyn, në zona të ndryshme si mjet për shkak të shpalljes për ekipin New York Yankees, zgjidhëm me prapë ishim Times Square. Dhe janë shqiptarë që kanë ardhur nga disa shtete të Amerikës, përfshi dhe Alberta, Kanada. Pra ishin gjithë në mënyrë vullnetare, thjesht shprehim atë dëshirën tonë për të festuar për Shqipërinë, pavarësinë e Shqipërisë, dhe pse jo, të parakalojmë aty në Times Square që më shumë njerëz ta shohin flamurin shqiptar dhe t'i bëjmë një reklamim Shqipërisë. Dhe si ishin reagimet pas kësaj parade? Shumë bukur, sidomos nga turistat. U habishin ku shifshin flamurin shqiptar, se në Times Square në këtë kohë viti ka shumë italian që vinë nga Italia si turista, dhe ku shifshin flamurin shqiptar, me që si të habitur, si ka mundësi ka shumë shqiptar këtu në New York. Sa makina u bën pjesë e kësaj parade? Biken rreth 200 makina. 200 makina dhe përshkruat si ishte itinerari, rreth tek sheshi Times Square. Po jemi grumbullu në West Side të Manhattanit, jemi bërë bashkë këtu si grup, kemi prit gjitha makinat vinë dhe pastaj kemi ecur gjithë së bashku nga West Avenue deri tek Times Square. Ne kemi bërë disa xhiro rreth rrotës Times Square. Po dhe kjo është tipike shqiptare, Marko, xhiro me makina, xhirimi i gomave, është parë edhe në Londër, pse jo edhe në Tiranë, sidomos kur ka edhe ndeshje të kombëtares. Më the që nga viti 2008 dhe deri më sot. Është e njëjta, preletimi është e njëjta parad? Po njëjta parad, thjesht ndonjëherë ndryshojmë zonën, si zonë do marrim pjesë. Për shembull, 2 vitet e fundit kemi qenë në Shqipëri duke organizuar paradën rrënjeve shqiptare në Tiranë dhe nuk kemi mujtë të marrim pjesë me makina në Times Square. Dhe ato 2 vite nuk e kemi organizuar siç e bëmë si mjet. Dhe thjesht për detaj, merret leje, është mëse normal, s'ka asnjë problem të bësh një xhiro do ti me makina në Times Square, thjesht për informacion. Jo, thjesht e kemi lajmëruar policinë e New Yorkut që fillan do jemi fillan vend për shkak që është Times Square dhe është si më thonë ka vëmendje shumë madhe nga policia që ta dimë se kush jemi dhe çfarë po bëjmë. Dhe sot nga ana lejes nuk ka nevojë thjesht për leje sepse i thjesht në parakalim, nuk po bllokon rrugë, nuk po vjen si sa më shumë. E kuptoj. Mirë, Marko, si është vit pas viti? Së bashku dhe me shqiptar të tjerë,
keni organizuar atë që quhet si Albanian Roots, rrënjët shqiptare, dhe sikur se ti përmende, vazhdimisht organizoni vit pas viti aktivitete mes fond festiv dhe kombëtar që janë festat tona kombëtare të nëntorit. Si është interesimi shqiptarëve aty vit pas viti? Sa mobilizojnë, sa interesojnë shqiptarët? Ne kemi interes shumë të madh të festuar festat patriotike shqiptare. Kemi më shumë se 100 organizata shqiptare vetëm në New York. Dhe janë gjitha krahinore, pra, ke Plavë Guci, ke Struga, ke Vatra, ke Qamria, Shkodra. Pothuajse se çdo organizat ka festën e tyre për 28 janor, të shkojmë të gjithë tek njëri tjetri dhe festojmë së bashku ashtu. Dhe kjo ndjenja patriotike, kjo ndjenja e dashurisë është e fortë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për te oqeanit, edhe për ata shqiptarë të cilët kanë lindur atje? Sidomos për ata që kanë lindur atje. Po si shpjegohet kjo? Thjesht është mall, kur diçka nuk e ke afër gjithmonë të mungon më shumë se ajo atyre që janë aty në Shqipëri për shembull. Ata që janë në Shqipëri kënaqen për ditë me Shqipërinë, ne nuk kënaqemi për ditë me Shqipërinë. Vetëm në grupin tonë që kemi rrënjë shqiptare, si mjet kemi të regjistruar rreth 300 fëmijë që mësojnë valle shqip dhe gjuhën shqipe. Pra çdo ditë çohet interesi i komunitetit shqiptar për fëmijët e tyre të angazhojnë sa më shumë për komunitetin dhe historinë e tyre. Pra si mjet që nuk arrit me të bëjmë paradën shqiptare në Tiranë, gjithë fëmijët që morën pjesë vitin e parë dhe vitin e dytë me 10 shprit që të vishin në Shqipëri të bëshin paradën. Pra një herë që i prumen Shqipëni ose 2 herë, i kanë zgjallë ato ndjenjat që duhet vinë në Shqipëri, njehen më shumë krenar për Shqipëninë dhe kanë shumë dëshirë të aktivitete shqiptare. Bëjnë edhe familjet, prindrit tuaj, për ta patur të fortë ndjenjën e atë dashurisë. Po atje aty fillon gjithçka, nëse nuk mësojnë prind qysh i vogël, e humb atë dëshirën dhe dashurinë për Shqipërinë. Përveç kësaj koncerte, do organizohen dhe koncerte dhe me këngëtar nga Shqipëria, me rastin e festave të nëntorit? Po ka disa koncerte, po koncertet nuk bëhen nga shoqata, më shumë bëhen nga kompani private që bëjnë çdo herë darka me muzikë nga Shqipëria. Ndërsa kjo paradë është, le të themi, vepër e juaja. Është po, atje është vullnetare, të shprehim ato ndjenjat. Dhe ishte më shumë të shpashim ndeshjen që do i dedikohet komunitetit shqiptar për herë të parë në histori nga ekipi New York Yankees, që është ekipi më i madh sportiv në Amerikë. Pra atë ditë me 19 maj do valvite flamuri shqiptar brenda stadiumit të Yankees dhe çdo shqiptar që do marrin bileta që të jetë pjesë e asaj ndeshje do eci si paradë në Yankee Stadium. Pra e hera parë që komuniteti shqiptar jepet ky shans që të reklamohet aq shumë në komunitetin këtu në New York. Na zbuloi një kuriozitet, kush janë shqiptarët më të zellshëm, ju të New Yorkut apo ka edhe shtete të tjera, që nuk mungojnë asnjëherë në paradë dhe që kanë numrin më të madh? Kuptohet New Yorku sepse e kemi më afër, po më patriotët duket ka herë janë shqiptarët e Michiganit, se kemi shumë raste që bëjmë aktivitete, pothuajse protesta në Washington, dhe shqiptarët e Michiganit nisen me autobuza, ka 9 orë 10 orë rrugë, dhe mezi shpresin të na bashkohen. Pra gjithë jemi patriotë, po më duket ata të Michiganit janë pak më shumë patriota se ne këtu në New York. Mirë, Marko, unë të falenderoj shumë. Faleminderit për këtë bisedë, gëzuar festat dhe vazhdoni kështu sa më shumë aktivitete të tilla, gjithmonë duke mbajtur lart ndjenjën e atë dashurisë, të patriotizmit dhe me festa si kjo, me atmosferë të tillë. Shumë faleminderit dhe juve. Partitë politike në Kosovë kanë kohë deri të dielën të vendosin nëse duan të bëjnë koalicione parazgjedhore. Nga